Java e 10 e sezonit vjeshtor në Ligën e 2 të futbollit vendor vazhdon të shtunën. Shkëndija Haraçinës, e cila aktualisht ndan pozitën e parë me Bregalnicën e Shtipit, nesër është mysafire e ekipit Pobeda në Prilep, ku pritet një ndeshje e paparashikueshme sa i përket ekipit fitues, kur dihet se rezultate në 2 ndeshjet e fundit të skuadrës nga Prilepi janë shpresëdhënëse. Por megjithatë, Haraçinasit janë optimist se edhe në këtë përballje do t'ja dalin me rezultat pozitiv. Bregalnica në Shtip është një koqire e Detonit Plaçkovica, ku pret fitore të sigurt. Një ndeshje interesante pritet edhe në Tetov, ku përballen Teteksi dhe Osogova. Në Gjiron e 10, që zhvillohet nesër me fillim në ora 13, takohen Bregalnica Detonit Plaçkovica, Kamenica Sasa Skopje, Kozhufi Bellasica, Novaci Golemo Konjari, Pobeda Shkëndija Haraçinës, Prespa Ohri, Teteksi Osogova, Vardari Negotin, Sloga Vinic.